Në zemër të Milanos gjatë Design Week 2025, Marc-Antoine Barrois prezantoi parfumin e tij më të ri, Aldebaran. Një parfum që nuk erdhi thjesht si aromë, por si një përvojë plot emocionale dhe artistike. Fragranca pason nga Ganymede dhe Tilia, dy parfum që janë shndruar teje të pëlqyer edhe në Kosovë e Shqipëri përmes Maison de Parfum, duke u bërë ndër më të shiturit që e kanë quar brandin në ngritje eksponenciale. Prezantimi nisi me një konferencë ku shpalosën suksesit e kompanisë dhe procesi i pandalshëm i zgjerimit në shtete, por edhe kontinente të reja. Marc-Antoine Barrois dhe parfumieri Quentin Biche ndon filozofinë pas këtij krijimi, duke shpjeguar gjërat kryesore që kanë në mendje kur bëjnë një parfum. The brief I gave to Quentin at the beginning was very simple. There were two things: longevity and trail. I said I put my perfume in the morning, I need it to last only at least until the evening. And the third thing, I need perfumes to leave a trail behind. Because you get to follow someone for their perfume signature, for the olfactive signature. So that was important to me. I didn't give him any brief on making a fragrance in a way or in another. I just said those are the quality of a fragrance that 10 years ago was important to me, because that was typically on one side, my way to wear a perfume was just to put some in the morning and not to have it in my bag to perfume over the day all the time. And I was dreaming of having a perfume that left a trail. Technically, I don't know anything about it. Me neither. No, it's true. It's the challenge of the perfumers, and it's really a difficult point, which is the beauty of our job as well. Pas prezantimit, ishte koha që të pranishmit të nuhasin më në fund aromën e re ekskluzive. Aktivitetet për të pranishmit nga e gjithë bota përfshinin sesione të ndryshme dinamike. Në mbrëmje që rezervuar një eksperiencë unike. Të ftuarit u zhytën në botën e instalacionit Mission Aldebaran, një ekspozitë ndërtuar nga arkitekti Antoine Bouillot, si refleksion e filozofisë së parfumit. Të ftuarit nuk hynin thjesht në një event, ata u ftonin në një botë tjetër. Instalacioni krijuar nga arkitekti Bouillot ishte vendosur si hyrje drejt darkës ekskluzive të mbrëmjes. Kalimi përmes tij ishte si një ritual i ndriçimit, një shëtitje përmes pasqyrave të pafundme, një pyll litarësh që evokonte errësirën dhe më pas një fushë tuberozash prej letre, të ndriçuar nga një glob pulsues që përfaqësonte vetyllin. Në zemër të gjithë kësaj qëndronte tuberoza, lule natës, simboli delikatesës dhe intensitetit. Instalacioni në javën e dizajnit fitoi çmimin Fori Salon Award 2025. Pas prezantimit, të ftuarit morën pjesë në një darkë të sofistikuar me të ftuar nga e gjithë bota, gazetar, influencer, ku çdo detaj, nga ndriçimi i zbet deri tek eleganca e veshjeve përfaqësonte frymën e fragrancës. Një fjalë rasti nuk mungoi. I want to thank you, and I hope you had an exceptional moment, that you lived emotions that were new, memorable. Thank you, Antoine, for helping me bringing this alive. Thank you to all my teams. Quentin Biche, parfumieri që fshihet pas aromës, e dëshifroi atë jo si në laborator, por si në natyrë, një aromë gjelbër, kremoze, gjithmonë ndriçuar. Ky parfum nuk është vetëm një tjetër emër në botën e luksit, është një kujtesë se edhe një lule vetme, edhe një ndjenjë pastër mund të ndriçojë një univers të tërë. Parfumin Aldebaran nga Marc-Antoine Barrois mund ta gjeni ekskluzivisht në Maison de Parfum Prishtina dhe Maison de Parfum Tirana.